E ki në situatë kështu, ti ki fitu zgjedhjet për qeveri, edhe të pa kontestueshme ki atë situatë, mirë po qeveri su në qanë 4 vjetë do është edhe heq, pa e zgjedh presidentin, a është e qartë, dhe qëtu. Tash, që ta që i kanë votat me të animu ty, për me siguru që të mandatin 4 vjeçar, po ta lypin presidentin. Padrejtësisht. Nuk është padrejtësisht. Shumë padrejtësisht. Nuk është padrejtësisht hiç. Që për shembull ti ke parë situata Bezhet Pacolli, kur është bërë president me PDK-n, ka qenë parti hala më e vogël kuptim numrash se sa PDK-ja. Ka qenë pjesë e marrëveshjes politike. Unë po të votoj Putin qeveri, po ta animoj me të mbilu institucionet, shkërshmi mirë. Nuk është një kërkesë absurde, as e parësyshme. Me kërkullet dhe këja, me thonë për që unë për ta ndihmoj ty me vazhdu mandatin, 4 vjeçar, ti për ma e mu presidentin. Me pyet mu, nuk e di s'ka pjo vynë. Mu vdoket shumë absurde ke punë. Pa i pak S'ka pjo duhet. Mirë po, me që aty në pjo duhet, nuk i di pse s'pjo aja, por në punë po abit në prej Albin Kurtit me pas sët mërdhez për qëtë pozit. Do me thonë, po. Së është në mërdhez taj. Okej, se njeti mirë, ajo është në disponim qështu. Jo, po ajo është në disponim kërë qështu. Nuk e di shka kjo punë. Edhe nuk e njeni. Do me thonë ai figurë kështu fetare. Na që njojë me tim. Mi thonë ai sen se s'bot nomi. Ama Dardan, a më të vi shumë shkurt që to, shumë shkurt që to për çështjen e presidentit. Unë asnjëherë deri sot nuk e kom ni Lumir Abdigjikon të thonë kërkesa e LDK-s është presidenti. Unë e kom ni Shmete Bajrami tash. A është realisht kërkesa e LDK-s? Çështja e presidentit është kërkesë e disa personave brenda LDK-s. Ka qenë po grupe atë. Grupi parlamentar i LDK-s dje tha na i kem votat për president. Po sakt. Do i lëmë presidentin në asë një formë nuk munden ju, nëse i qëtë një kalemi në kësaj pune, mos logaritën e në 18 votëshin e LDK-s nëse si jajt një president. Tash edhe njerë, që tash ata nuk i kanë. Po mirë dhe po unë se nuk të gjutë të pakten 6 deputet e kanë këtë kusht. A po kështu veç edhe pak? Edhe kjo për shkak të deklaratës se Albin Kurti që as 5 orë nuk në zgodë bashkëpunimi me ta me LDK-n. Po vite mirë edhe pse po thamë edhe njerë. Nuk është kështë absurde në vete. Kur farë garantë se pusi presidentit edhe me adhon LDK-s nuk i për stabilitet të koalicionit. Fare. Në momentin si zhidhet janë dy dëgoja ndryshme. Nuk ka lidhe ma ndaj njona me tjetërën. Po me që LDK-ja pendën. Edhe ka vendus kusht. Unë po habitna pse Albin Kurti po provokohet pra për i kësaj. Edhe po rezikon me shku zgjedhje prap, tu gull kom, pse qka? Do më thonë, ato që ka pas me arrit, ato që ka pas me arrit, për shambull, krye prokurori u zell, shefi AKI-s është i zgjedhur, shefi policisë është i zgjedhur, shumica ambasadorëve janë të emrum. Nuk e di ka me dhonë mu presidenti VV-s. Do më pse me bu faktur të destabilitetit një post, si por mos modh është ceremonial kur këtu vendimeve që në morë. A ka pas në një takim larg syve të kamerave? Me Lumir Abdigjikut që është bërë jashtë institucioneve? Deri sot jo. Unë nuk kam ndonjë informacion për deri sot.